Mirdita. Sot do përgatisim një jahni me mish viçi. Dhe për jahnin e mishit në jahnise me mish viçi na duhen këto. Mish viçi të grira, të prera në copa të vogla, një 4 lugë miell me 5 lugë miell, qep të thata, të grira në blender me thelpat e hudrave, salcë domate, krip, gjethe dafine, piper i zi, speci kuq që djeg, paprika dhe spec që nuk djeg. Këto janë që do përdoren për jahnin e mishit e viçit. Tashi po përgatit në shkoj nga soba, ati ku punoj gjithmonë, ati është puna me madhe. Kam hedhur vaj në tenxhere, vaj është i nxehtë, mishin e viçit, po e kaloj pak në miell, sa të marri pak miell dhe e hedh për skuqje. E kthej mishin e skuq me miellin në hodha. Po e ngre qik sobën për qoj tek gjashta. Po shtoj vajin e ullirit. Sa të ka burdisin qik mishin. Shtoj qepën. Të skuqet bashkë me mishin qepa. I shtoj pak ujë. Dhe ujë është i valuar. I shtoj kripën. E ka burdisin qik me qepën. E kalova në miell gruri për arsye se nuk i hedh qep shumë, aq shumë sa duhet, që të trash një qik lëngun, të dalë salca me lëngun e vetë.
Të tretet pak qepa. I bëjnë qika paku. Po e punojnë qikë, betëm të tretet pak qepa bashkë me mishin. I vë dhe gjethet e dafinës. Dafina jep shumë aromë. Jaknin me mish e bëni në fshat, në fshatin tim, mbaj mend kam qenë e vogël, e përdorin shumë në për dasmat, kur bëheshin dasmat e asaj kohe, shtrohesh mësalla i thoshim, mbulesa që do hanin, edhe shtrohesh më përpara vesh jaknia me mish, me salatra, që ngrieshin dollit e asaj kohe. Pastaj vinin byreqet, vinin mishrat e pjekura, kishte lezetin e vet dasma. Edhe po jaknia me mish ishte e para që vesh me copa më të vogla. Biles unë i kam prej një qik të mëdha, se s'po e bëj për dasëm, po e bëj për shpi, po i bëni copa të vogla dhe e bëni si meze në tokë, si shtonin tokë edhe me jastikjet që uleshin, edhe fillonin dollit për hallën, për tezën, për xhajin, zakonet, si i kemi dhe akoma dhe sot ato. Më kujtojnë piqerasin. Mamaja ime ishte bënte shumë. Po shtoj specin djegës, duhet një qik speci djegës, e bënd një qik më pikante. Specin e kuq. Qepa o tret. I hedhe salca. Salcë, një kup të plot. E zi. Kjo është një gjellë që mund të shqyrojt me çfarë të doni, me pilaf, me pure patate, me çfarë të doni mund të shoqëroni. Tash do t'i hedh ujë dhe do t'i lë të zi derisa të pikset salca, dhe të ketë zirë mishi. 3 qerekore me 1 orë, mund të më haj se është mish viçi, mish i njom, duhet zije shpejt. Atë do të shohim duke parë. Po e shoh qik për krip tash i para se të zi. Do krip. Tash po e mbyll, dhe kapakun, dhe do e shohim sa do na vonoj për sierje. Mbas 1 ore, jaknia është gati, mishi ka zier, lëngun e ka pirë. Kjo është jaknia tradicionale që bënin në fshat.
në peqeras. Ju falenderoj për shikimin, ju falenderoj nga zemra, ju uroj ditë të mbarë dhe shëndet. Pres komentet tuaja. Faleminderit shumë.